تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun na bëjë edhe neve prej tyre. Siç e dim, Allah subhanahu wa taala na ka kriju që vetëm atë të adhurojmë. Thot Allah në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk I kam krijuar për diçka tjetër, posa që të më adhurojnë. Kështu që Allahu dhul Xhelal edhe adhurimet të cilat robët e tij kushtojnë atij I ka lënë të lloj-llojshme. Kemi adhurime ditore, siç është namazi, kemi adhurime vjetore, siç është agjerimi dhe zeqati, dhe kemi adhurime jetësore, siç është kryerja e haxhillokut. Andaj duke pas parasysh që një adhurim I cili do të na trokas pas disa ditëve, është e udhës që para se të futemi në këtë adhurim, të mësojmë dispozitat të cilat kanë të bëjnë me të. Nga se duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me dituri. Andaj kemi përzgjedhur për ju hadithet e librit Umdatul Ahkam, baza e dispozitave fetare. Janë hadithe të cilat autori I ka përmbledh nga Sahihu Imam Buhariut dhe Sahihu I Muslimit. Andaj në disa mexhlise me lejen e Allahut do t'i marrim këto hadithe dhe do t'i përmendim dobitë të cilat I përfitojmë nga këto hadithe. Jemi mbështet tek disa dietar që kanë shpjeguar këtë libër apo kanë folur rreth agjerimit, siç janë Sheikh Berraku, Allahu e ruajt, Sheikh Abdullah Fauzani, Allahu e ruajt, nuk është ky Sheikh Fauzani, po është Abdullah Fauzani, një dietar tjetër, po ashtu Sheikh Ibn Uthaymini, Allahu mëshiroft, dhe dietar të tjerë. Andaj po fillojmë inshallah me kapitullin e agjerimit. Fjala agjerim në arabisht as-siyam, në aspektin gjuhësor do të thonë el-imsak, përmbajtje apo ndalim. Ebu Ubejd ka thonë, çdo njeri që përmbahet nga diçka, aleikum selam, çdo njeri që përmbahet nga diçka, qoftë nga ushqimi, qoftë nga të folurit, qoftë nga cenimi I nderit të tjerëve, qoftë nga përgojimi I tyre, quhet agjërues në aspektin gjuhësor. Për këtë kuptimi është edhe fjala Allahu subhanahu wa taala në gjuhën e Meriemës alayha salam, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Thuaj, unë jam betuar në të gjithë mëshirshmin se do të agjeroj, pra se nuk do të flas. Kështu do të thonë është zotuar Meriemja alayha salam. Ndërsa në aspektin fetar apo terminologjik, agjerimi është përmbajtja me qëllim apo me niyet nga gjërat që e prishin agjerimin nga një person I caktuar në një kohë të caktuar. Ta marrim edhe një definicion tjetër më të qartë. Agjerimi është përmbajtja apo ndalimi nga ushqimi, pija, kontakti intim bashkëshortor dhe gjërat e tjera që e prishin agjerimin, që nga lindja e agimit të dytë deri në perëndimin e diellit, duke synuar me këtë veprim adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ju fëmijët bani pak qetësi. Agjerimi kur është bë obligim, në cilin muaj hijri? Së bën muajin Ramazan. E kena marrë që është bën në muajin Shaban. Cilin kur u bë? Vitin e 2 hijri është bë agjerimi obligim. Kjo me konsenzus do më thonë të dietarëve. Obligueshmëria e agjerimit ka ardhur gradualisht. Fillimisht Allah subhanahu wa taala ka bërë zgjedhje mes agjerimit dhe
ushqimit të një të varfërit, mirë po e ka favorizu agjerimin. Pra ke pas mundësi me agjeru, ose me ushqy një të varfër, mirë po prapë se prapë me agjeru u kanë ma mirë. Thëtë Allahu dhul Gjelal, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Nëse dikush jep vullnetarisht më shumë, do të jetë më mirë për të. Mirë po sikur të agjeronit, kjo do të jetë më e mirë për ju. Pastaj Allahu e ka bërë obligim agjerimin për atë që nuk është i sëmur dhe nuk është udhëtar. Ndërsa për ata Allahu e ka bërë obligim agjerimin për atë që nuk është i sëmur dhe as nuk është udhëtar, ndërsa për ta e ka obligu kompenzimin në atë raste kur domethënë e kanë prish agjerimin për shembull me arsye. Për shembull dikush ka udhëtu, e ka prish agjerimin, s'ka marrë, atëherë e ka kompenzuar domethënë agjerimin më vonë. Obligueshmëria e agjerimit vërtetohet me Kur'an, me fjalët e Allahut, me sunet, hadithe profetike dhe me ixhmaun, konsenzusin e dietarëve. Allahu subhanahu wa taala thot: Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Juve ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç ishte obligim edhe i popujve para jush. Për shka? Kështu që të bëheni të devotshëm. Popujt para nesh kanë pas obligim agjerimin si agjerim apo agjerimin e muajit Ramazan? Agjerimin si agjerim. Atë marrë librin. Pra këtu nuk po potencon Allahu se e kanë pas obligim muajin Ramazan. Mirë po e kanë pas obligim kanë agjerimin. Ndërsa na si umet Ramazanin. Me cilin ajet? Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush e arrin, domethënë muajin, është për qëllim muajin Ramazan, atëherë le ta agjeroj. Këto ishin ajetet. Se përket haditheve, të gjithë e dim hadithin, Bunyal Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakah wa sawmi Ramadana wa hajjil bejt. Feja islame është e ngritur mbi 5 shtylla, mbi dëshmin se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë pos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Faljen e namazit, dhënien e zakatit, agjerimin e muajit Ramazan dhe kryerjen e haxhillakut në Qabe. Se përket ixhmas apo konsenzusit të dietarëve, dietarët janë unanim, janë të njëzëshëm se është obligim të agjerohet muaj Ramazan për atë i cili është musliman, është i aftë psikikisht edhe nuk është udhëtar. Këtë ixhma e kanë përcjell Ibn Qudamja, Neveviu dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe të tjerë. Ibn Qudamja thot muslimanët janë unanim se agjerimi muajit Ramazan është farz, është obligim. Nga këto argumente, pra e kuptuam se agjerimi i muajit Ramazan është obligim për besimtarët musliman. Andaj mohimi i këtij obligimi është mosbesim, është kufër. Kryerja e këtij obligimi është iman, po adhuron Allahun subhanahu wa taala. Mos kryerja e këtij obligimi, duke mos e mohuar, është për mëkatet më të mëdha. A ke e qartë që kjo? Qofse dikush thotë jo, mëre, sa është obligim agjerimi, edhe është në mesin e muslimanëve, atëherë po e mohon një gjë që Allah na ka obligu, po e mohon Kur'anin, po e mohon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e mohon ixhman e dietarëve, atëherë themi që ky person është pa besimtar, ka dalë prej fesë. Mirë po nëse dikush për fal namaz, po ja që neglizhent s'pa agjeron, themi se është duke bën mëkat shumë të madh. Ja se e kalon një obligim të Allahut subhanahu wa taala. Agjerimi i Ramazanit është detyrim për atë që i plotson 5 kushte. Pra është musliman e nuk është jo musliman. Nga se jo musliman nuk ju pranon veprat. Sa do që jo musliman i bën vepra, jep sadaka, ku e di çka, edhe me shkon haxh, edhe mu fal, si ja pranon Allahu. Pse? Kusht është me qenë musliman. E dyta të jetë mos rritur, të jetë mbylyk, jo të jetë fëmijë. Pra kjo është kusht. Mirë, po nëse agjerojnë fëmijët, i lumt atyre, bile edhe ne duhet të stimulojmë ata të agjerojnë
sidomos tash që koha është më e shkurtër dhe e kanë më lehtë. E treta, të jetë i aftë mendërisht. Pra, të mos jetë i çmendur. E katërta, të jetë vendës, pra mos jetë udhëtar, dhe e pesta, të jetë i lirë nga pengesat. Qysh të jetë i lirë nga pengesat? Për shembull, femra e cila ka cikël menstrual, i ka të përmuajshmet, atëherë ajo lirohet nga agjerimi dhe pastaj e zaventson agjerimin edhe namazin, a? Vetëm agjerimin e zaventson, namazin jo. E shihni feja sa e lehtë është? S'po do me vështirësu Allahu robreshin e tij, nëse do të thonë nuk është falë një javë për shkak të ciklit menstrual, që pastaj me fal edhe namazin, mirë po vetëm se e agjeron muajin Ramazan. Agjerimi ka dobi të mëdha dhe urtësi të shumta, e prej tyre po i theksojmë këto. Agjerimi është nga ndihmuesit më të mëdhej që të bëhemi të devotshëm, të friksohemi Allahut ashtu siç e meriton ai. Gjithashtu, përmes adhurimit që e kushtojmë Allahut, me agjerim, ne tregojmë se vërtet e madhërojmë dhe e duam Allahun, nga se po i lajmë epshet tona, po i lajmë hajën, pijen, të cilat janë të dashura për ne, për hir të Allahut, duke ndjek urdhrin e Allahut dhe duke e jetësuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Agjerimi edukon njeriu që të jetë i durueshëm. Edukon njeriu që ta luftoj egon dhe nefsin e tij. Gjithashtu agjerimi ka edhe dobi të shumta mjekësore, të cilat domethënë kanë vërtetuar vetë mjekët, specialist, të cilët domethënë përmes agjerimit i kanë kuruar pacientët e tyre. Andaj kur besimtari i lexon dhe i përjeton të mirat e agjerimit, do thoshte sigur Zoti ta ban që i tër viti të jetë Ramazan. Mirë po prapë Allah nuk don me na mundu, e ka bën një herë agjerimin një herë në vit, një muaj të tër. Domethënë themi një muaj të tër, nuk themi 30 ditë. Për atë arsye, çdo herë nëse ju përmbahemi teksteve fetare, s'kena me gabu. Pse një muaj e jo 30 ditë? Nga se muaji është 29 ditë apo 30 ditë. Kështu që themi agjerimi është një muaj. Kur do na më shpjegoj sa është një muaj, 29 ditë ose 30 ditë. Atëherë, hadithi i parë. Kjo ishte një hymje inshallah e domosdoshme që mi kuptu ca gjana. Hadithi i parë, tema ndalesa që Ramazani të paraprihet me agjerim. Tash jena në prag të muajit Ramazan. A na lejohet me agjeru para Ramazanit? Deri kur? Një ditë, 2 ditë para Ramazanit nuk lejohet me agjeru. A vlen ky rregull për të gjithë? Ta lexojmë hadithin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn ila rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Abu Hurairah transmeton radhiyallahu anhu se dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e paraprini Ramazanin me agjerim 1 ose 2 ditë. Përveç nëse ndokush agjeron në vazhdimsi ditë të caktuara vullnetare, le ta agjeroj atë ditë. Kjo është hadithi të cilin do ta marrim. Prej dobive që i nxjerrim nga ky hadith janë këto. Ndalimi i agjerimit para se të vërtetohet hyrja e Ramazanit. Pra dikush agjeron për shembull me qëllim që mu siguru, po na shtash Ramazanun e pa agjeroj, apo ka për qëllim pa agjerojnë ai agjerim vullnetar. Çka i themi këtina? Nuk bën domethënë me agjeru në këtë formë. Kush përjashtohet kjo çështje, kjo dispozit, a është mekruh, a është haram? Sipas mendimit më të saktë, kjo ndalesë është haram. Kjo ndalesë domethënë është haram, ndalim i rrept. Nga ky ndalim përjashtohet ai i cili e ka pas tradit me agjeru për shembull të hanë të ejte. Tash pi bjerë e ejte me agjeru, e neshit Ramazan, s'është problem. Apo e ka pas për tradit me agjeru, 1 ditë po, 1 ditë jo.
as për këta nuk është problem. Apo i kanë bet të pa agjëruara disa agjërime të obliguara. Si për shembull, ka bo nezër, është zotu, se nëse ju kryhet një punë e caktuar, ka më agjëru për i të Allahut. Dhe i kanë bet ajo ditë pa agjëru, kështu që mundet me agjëru 1 apo 2 ditë para Ramazanit. E dyta, e ka ndonjë kefaret. E treta, i kanë bet ditë të pa agjëruara të kujt? Të muajit Ramazan të kaluar, atëherë edhe i tilli përjashtohet nga kjo ndalesë. Mirë po lejohet të paraprihet agjërimi me 3 ditë apo më shumë. Lejohet një gjë e tillë. Dietarët e kanë hulumtuar urtësinë e këtij ndalimi, pse ka ardhur ky ndalim? Andaj kanë thënë se këtë gjë ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me dallu agjërimin obligativ ndaj agjërimit i cili është vullnetar dhe për të përgatit për muajin Ramazan me gjallëri dhe dëshirë. E tjetra që ka përmend Hafidh Ibn Hajeri, ka thënë për faktin se obligimi i agjërimit lidhet me shikimin e hënës. E kjo çka ka bo? Ja ka parapri agjërimit pa hënën. Kështu që e ka kundërshtu fenë Allahut subhanahu wa taala. Dobi tjetër është lejushmëria e përdorimit të fjalës Ramadan ose Ramazan pa e shtu fjalën shehru Ramadan. Pra, pa e shtu fjalën shehru Ramadan. Hadithi i dytë, tema agjërimi dhe bajrami janë të ndërlidhur me shikimin e hënës. Ne pra agjërojmë dhe bëjmë bajram me shikim të hënës. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fasumu fa in ghumma alaykum faqduru lahu. Abdullah ibn Umari, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kur ta shihni hënën e Ramazanit, agjëroni. Kur më agjëru? Do të thonë nesrit. E kur ta shihni hënën e Shevalit, bëni bajram. Kur bëj bajram, do të thonë nesrit. E nëse është vranët dhe nuk e shihni, plotësojeni muajin sa ditë? 30 ditë. Atëherë disa dobi të cilat i përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi muajit Ramazan është obligim kur të vërtetohet shikimi i hënës. Po ashtu edhe festimi i bajramit bëhet kur të vërtetohet shikimi i hënës së Shevalit. Pra gjykimi i agjërimit dhe i prishjes së agjërimit është i lidhur me shikimin e hënës. Edhe nëse ky shikim bëhet me pajisje, të cilat i zmadhojnë objektet e dukshme, sepse ky në fakt konsiderohet shikim me sy real. Kemi farmjete që na afrojnë hënën e kështu me radhë, atëherë çka themi, lejohet një gjë e tillë. Tjetra nuk merret parasysh për llogaritja astronomike, el hisab. Pra për hyrjen dhe mbarimin e muajit. Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka përcjell konsenzusin e ixhman e sahabëve për këtë çështje, pra se nuk lejohet të punohet me për llogaritje astronomike se përket vërtetimit të hyrjes së muajit apo daljes së muajit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidh gjykimin me shikimin e hënës dhe jo me për llogaritje. Shikimi mund të realizohet nga të gjithë, nga i dituri dhe i padituri, nga i veçanti dhe i thjeshti, dhe kjo është një prej shkaqeve të mëshirës së Allahut ndaj ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga shkaqet që ja ka lecu fen Allahu subhanahu wa taala ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse hëna e muajit Ramazan mbulohet dhe nuk shihet natën e 30 për shkak të reve ose mjegullës, atëherë plotësohet muaji Shaban 30 ditë dhe nuk agjërohet dita pas asaj nate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e transmeton Abu Huraira, ka thonë, nëse ju mbulohet hëna, atëherë plotësojeni muajin Shaban 30 ditë. Dobia tjetër është se nëse hëna e muajit Shawal mbulohet natën e 30 të muajit Ramazan nga ret apo mjegulla, atëherë është obligim që muaji Ramazan të plotësohet 30 ditë.
Mirë, ai i cili e shen hënën i vetëm dhe është në një shkëtetir apo në ndonjë vend të ngjashëm, është i detyruar të veprojë sipas asaj që e ka pa. E ka pa hënën, çka bën ai? Agjeron. Për shkak të kuptimit të përgjithshëm të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë, kur ta shihni hënën e Ramazanit, agjeroni. E kur ta shihni hënën e Shawalit, bëni bajram. Obligimi i prishjes së agjerimit të muajit Ramazan për me bë bajram bëhet pra me shikimin e hënës së Shawalit apo plotësimin e muajit Ramazan 30 ditë. Për hyrjen e muajit, sa dëshmitar duhet? Për hyrjen e muajit duhet 1. Për daljen e muajit, në këtë rast për bajram, duhet 2. Për këta kena hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos t'i marrim edhe mos të zgjerohemi. Po ashtu, prej dobive është kundërpërgjigja ndaj rafidive, të cilët pretendojnë se lejohet agjerimi para shikimit të hënës. Gjithashtu prej dobive është se është haram të agjerohet dita e dyshimt, jo mushek, sepse konsiderohet paraprirje e Ramazanit me agjerim dhe bie ndesh me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë, kur ta shihni hënën e Ramazanit agjeroni. Për këtë ka ardhur edhe hadithi që transmeton Amar ibn Yasiri, i cili ka thonë, ai që e agjeron ditën e dyshimt, ai e ka kundërshtuar Ebul Qasimin, e ka kundërshtuar kan profetin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët kanë qenë shumë të zellshëm, shumë të sinqert, kanë dashur me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo hap. Nëse kanë po që dikush pi kundërshton, janë nervozu. Nga se po cenohen, po shkelen urdhrat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith tabiini Sile ibn Zuferi tregon, ishim të Amari në ditën për të cilën dyshohej. Domethënë në ditën e shikimit të hënës. Dita e dyshimt është dita e 30 e muajit Shaban, sepse dyshohet nëse ajo diti përket muajit Shaban apo Ramazan. Derisa domethënë të bëhet i qartë shikimi i hënës. Ja kanë sjell këtij sahabiut Amarit një dele për më hangër. Mirë po, Amari domethënë ka hangër, disa të tjerë nuk kanë hangër, nga se kanë qenë duke agjeru. E ky ka qenë shkaku pse e ka thonë këtë fjalë Amari. Kush agjeron ditën e dyshimt, vetë se ka kundërshtuar kanë Ebul Qasimin, pejgamberin alayhi salatu wassalam. Hadithi i tretë, tema inkurajimi për të hëngër syfir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Anasi transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, hani syfir, çonin syfir, nga se në syfir ka bereqet. Në syfir ka bereqet. Dobit e këtij hadithi janë të shumta, ne po i përmendim disa prej tyre. Agjëruesi është i urdhëruar me u çun syfir edhe me hangër syfir. Mirë po, ky urdhër, çfarë urdhri është? Urdhër obligativ apo urdhër rekomandimi? Pse? Pse s'është obligim? A ki argument? Nëse ishte obligim, atëherë nëse si shumë çu për syfir, na si shumë pasagjerë. Andot pejgamberi që s'ka hangër syfir. Kjo është argumenti, të lumt, edhe ti keni liber. Domethënë, fakti që pejgamberi ka bë agjerim wisal, agjerim të pandërprer, edhe sahabët kanë bë agjerim të pandërprer, çka nën kuptohet kjo? Se nuk është obligim syfiri. Mirë po është diçka e rekomanduar dhe e pëlqyeshme. Këtë ixhma që nuk është detyrim, e ka përmend i bën Mundhiri. Në syfir ka bereqet. Çfarë bereqeti? Edhe që lidhet me aspektin fetar edhe me aspektin e kësaj bote. Përmes bereqetit syfirit, prej bereqetit të syfirit është edhe jetësimi dhe praktikimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në syfir, janë çu sahabët e kështu me radhë. Gjithashtu, prej dobive është se e kundërshtojmë kanë ehli kitabin. Kush janë ehli kitabi? Hebrejt dhe të krishterët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Faslu ma baina siyamina wa siyam ahli al-kitab aklatu as-sahar." Dallimi mes nesh, agjërimit ton dhe agjërimit të idhtarëve të librit, pra jahudive dhe krishterëve, është ngrënia e syfirit. Pra ku qohesh në syfir, banë niyet me praktiku sunetin e Rasulullahut, banë niyet sallallahu alaihi wasallam, banë niyet mi kundërshtu dhe mu dallu prej kujt? Prej jahudive dhe të krishterëve, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm përmes syfirit, përmes edhe gjanave tjera ka dosht mu dallu prej jahudive dhe të krishterëve. Ka thonë për shembull, çoni mjekrat, shkurtoni musteqet, kundërshtoni jahudit dhe të krishterët. E kështu me radhë. Prej bereqetit, po ashtu është se njeriu e forcon trupin dhe është më i zellshëm për me adhuru Allahun subhanahu wa taala gjatë ditës, është më i fortë mi kry punë që e ka ditore e kështu me radhë. Gjithashtu prej bereqetit syfirit është se është një kohë e artë. Kohë kur zbret Allahu subhanahu wa taala, kështu që besimtari atë kohë shfrytëzon me dhikr, me Kur'an, me lutje e kështu me radhë. Andaj besimtari nuk do të me lanë syfirin. Edhe mu që pak me pi një gotë ujë, një gotë qumsht, apo kështu me radhë, edhe me kaq dhe me thonë, mos ta lën. A është i caktuar syfiri për shembull një ushqim caktuar me hangër? Jo. Çka do të hash, realizohet se je quhet dhe ke hangër syfir. Mirë po është mirë me hangër edhe hurma. Me hangër hurma për syfir. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, sa ushqimi i mirë është hurma për besimtarin në syfir. Gjithashtu është mirë në syfir mi thirr njerëzit me hangër syfir të teaxhi. Na e mësu mi thirr njerëzit për iftar. Po është mirë mi thirr edhe për syfir. Çfarë tha sahabiu? Do ta marrim, më falni, kjo dobia do të janë te hadithi tjetër. Tha sahabiu që kena hangër syfir me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith edhe kuptojmë atë bukurinë e mësimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se po thot hani syfir në mënyrë urdhërore, që e kuptojmë se është rekomandim, po jo vetëm kaq, po tregon edhe urtësinë, pse më hangër syfir. Nëse në syfir ka bereqet. Andaj kjo është e bukur e Islamit, ja tregon dikujt hukmin, një dispozit, po ja tregon edhe urtësinë e saj. Hadithi 4 dhe i fundit flet rreth temës sqarim rreth kohës së syfirit të profetit sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhuma قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Anas ibn Maliku, Allah qoftë i kënaqur me të, tregon. Zaid ibn Thabiti ka thënë, hëngrëm syfir me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj u ngrit për namaz. Unë e pyeta, pra Anesi e ka pyet Zaidin, sa ka qenë koha mes ikametit dhe syfirit? Edhe pse në hadith është përmend ezani, mirë po është për qëllim ikameti. Sa ka qenë mes ikametit dhe syfirit? Ka thonë Zaidi, sikur t'i lexoje 50 ajete. Që ka që dhe më thonë ka qenë koha. Andaj prej dobive që përfitohen nga kjo hadith është ligjshmëria që syfirin me vonu, pastaj do më thonë me fal synetin, duke pasu kështu synetin e me fal, po do më thonë sabahun, dhe kështu me pasu synetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai i cili han për shembull bezon në ora 12 apo në mesnat, nuk i ka realizuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mu çu me hangër syfir. E Allah na rujt, nëse dikush han syfir në mesnat, flen xhumë edhe fal sabahin kur masi ti del vakti. Kjo është domethënë në një gjendje shumë të keqe sepse e ka humb
farzin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërmjet syfyrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe namazit të sabat ishte sa 50 ajete mi lexu. Sheikh Ibn Uthaymini, Allah pas mëshiru, ka thonë sa 4 minuta kjo distancë ka qenë. Mirë po thotë e kum provu vetë me lexu, domethënë në mënyrë jo shumë të shpejtë dhe jo shumë të ngadalt, ka thonë mi ka marrë kohë 6 minuta. Po domethënë afërsisht është kaq. Përmes këtij hadithi del në pah bujaria dhe modestia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si e nxjerrim këtë dobi nga hadithi? Bujaria dhe modestia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ngrë syfir me këta dy sahabit. Domethënë ka ngrë syfir faktikisht vetëm me Zeidin, se ky është transmetues Enesi. Po çashtu po kuptohet mirë, të lumt. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet, pejgamber para mënaje. Për merr sahabiun, shpit vet, jep syfir, po rrin me ta, që tregon modestinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe na, si xhallar, si musliman, do të ndjek udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu këtu del në pa dhe vlera kujt? E Zeidit. Se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjedh për mangër në shtëpinë e tij syfir. Gjithashtu përfitojmë ligjshmërinë e nxitimit për faljen e namazit të sabaut me kusht që të vërtetohet se koha e tij ka hyrë. Gjithashtu në bazë të këtij hadithi kuptojmë vlerën e sahabëve të cilët i kanë kushtuar rëndësi diturisë. Edhe nëse diçka se kanë pas shumë qartë, e kanë pyet njëri tjetrin. Për shembull, Enesi u ka drejtuar Zeidit, i ka thonë sa ka qenë koha mes ikametit dhe syfyrit. Ka dashur me përfitu. Gjithashtu këtu del në pa kujdesi për ndjekjen e suneteve, njohjen e kohëve të tyre dhe ruajtjen e tyre nga ana e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Koha e syfyrit është kohë adhurimi. Për këtë arsye, edhe matjen e kësaj kohe, për shembull mes syfyrit e namazit, me çka e kanë mat? Me Kur'an. Dhe nuk e kanë mat me matje të tjera. Sahabët arabët kanë pas tradit për me tregu për shembull një distancë kohore, ka thonë merr kosa me miel për shembull devën, apo merr kosa për me therr kurban delën apo devën. Kanë pas si farë terma. Mirë po sahabët kanë thonë sa mi lexu 50 ajete. Nga se ka pas bëj me një ibadet si syfyri. Gjithashtu përfitojmë lidhjen e fortë që kanë pas sahabët me Kur'anin. Nga se non-stop domethënë kanë lexu Kur'anin e Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu përfitojmë se preferohet vonimi i syfyrit dhe pëlqejet për shpejtimi i iftarit. Ku të flasim inshallah për iftarin, nëse kemi ndonjë hadith. Çka është ajeti? Se u përmend fjala ajet në hadith. Me të pyet dikush çka është ajeti? Çka thu? Mashallah. Aje, ç'është bjer gjithsesi çaj. Por për në aspektin terminologjik, ajet kuranor është ai vargu kuranor për shembull që ka fillim dhe mbarim. Ja nis një ajet, ajeti i parë, fillimi dhe mbarimi, kjo është ajet kuranor. Elusim Allah subhanahu wa taala na jap dije të dobishme, na mundsoj të arrijmë muajin Ramazan, shëndosh e mirë, ta mundsoj të agjërojmë muajin Ramazan me iman dhe me shpresë në shpërblimet e Allah subhanahu wa taala, që pastaj Allah të na fal mëkatet e mëpashme. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah ditët në vijim ju lajmërojmë se në çfarë ditë do t'i mbajmë mësimet e ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.